Për turistët e huaj dhe ata vendor, gjëja parë interesante kur vizitojnë një vend, për ta është historia e atij vendi. E historia e qytetit të Gjakovës dokumentohet në Muzeun Etnografik. Besmir Hasi, udhëheqësi i muzeut, tregoi se cilat janë disa nga artefaktet që pëlqejnë nga vizitorët. Secila anë e ka do thotë veçoritë e veta, veshja Hasit do thotë ka një kolorit me motivacione të ndryshme, po ashtu edhe veshja Dugaxhinit ka motive të ndryshme në veshje që paraqiten për vizitorët të huaj edhe vizitorët tonë, do thotë gjithmonë një lloj përshtypje veshje të ndryshme që i shohin, por edhe dallamat e qytetit do thotë edhe elekt me tonat kadife do thotë janë që i bojnë të interesuar. Muzeu ofron guida të përhershme edhe ato të përkohshme për të cilat foli po ashtu Hasi. Në katin përdhes do thotë prezantohen zeje të ndryshme të zejtarëve, artizan, mjetet punës që janë punu, por edhe produkte, siç janë saraq, zeja saraqit, zeja e kutigjive, zeje të ndryshme do të thotë zeje të arzive, rroba çep që kanë punu veshje të ndryshme, ndoshta kur ngritem në katin e sipërm, do të prezantohen veshjet, mënyra se si e kanë jetuar këto shtëpi tradicionale, sepse vetë muzeu është shtëpi tradicionale. Ne kemi do të thotë gujdat e ndane, dhomat, hapësirat i kemi të ndane, është dhoma e nusës, dhoma e punës, dhoma mysafirëve, çardaku, ku secila ka karakteristikën e vet, edhe shpjegimin e vet që i bën vizitorëve. Muzeu Etnografik i Gjakovës gjendet në një shtëpi tradicionale e ndërtuar në shekullin 19. Ndërtesa fillimisht i përkiste familjes Sina dhe më vonë u ble nga familja Haxhi Ismaili. Në vitin 1981, ajo u mor nga kjo familje në pronësi të kuvendit të komunës për ta shndruar atë në Muze Etnografik.